Në lidhje me situatën aktuale të bllokimit të programit IPARD 3, autoritetet shqiptare, siç u tha këtu më përpara, kanë ndërmarrë hapa të rëndësishëm dhe kanë hartuar një plan të detajuar masash. Kam kënaqësinë t'ju informoj se shumica e këtyre masave janë tashmë përfunduar dhe realizuar, dhe pjesa e mbetur e tyre do të përfundohen dhe realizohen brenda këtij viti. Së fundmi, me synimin për të forcuar më tej integritetin dhe mbrojtjen e interesave financiare të Bashkimit Evropian, më lejoni të informoj, siç e tha dhe ministrja, që qeveria shqiptare ka miratuar në datën 9 maj 2025 strategjinë kombëtare kundër mashtrimit për mbrojtjen e interesave financiare të BE-s 2025-2030. E shoqëruar dhe kjo po ashtu me një plan konkret masash. Në vijim të këtyre përpjekjeve është hartuar dhe një udhëzues i posaçëm për konfliktin e interesit, për programet IPA dhe IPARD, i cili do të shërbejë si një mjet i rëndësishëm parandalimi dhe ndërgjegjësimi institucional. Ju falenderoj edhe një herë për bashkëpunimin dhe vëmendjen dhe ju siguroj për mbështetjen time të plotë në të gjitha hapat e mëtejshëm që do të marrim së bashku. Faleminderit. Ju faleminderit, doja t'ia fjalën zonja Kastiltra Selami, zyra mbështetëse e zyrtarit kombëtar autorizues, Ministria e Financave. Faleminderit Eranda. Në vijim të fjalës së zyrtarit kombëtar autorizues, unë do doja të bëja një prezantim përmbledhës mbi menaxhimin e kontrollit të sistemit të programit IPARD 2 dhe një plan masash që kemi hartuar për hapjen dhe për përgatitjen e programit IPARD 3. Atëherë, menaxhimi dhe kontrolli i sistemit të programit IPARD 2 është kryer nga zyrtari kombëtar autorizues dhe strukturat e tij mbështetëse në përputhje me marrëveshjen kuadër, marrëveshjen sektoriale dhe të gjitha kuadrit ligjor që përmban programi IPARD 2. Ky vlerësim është fokusuar në 4 shtylla kryesore që janë në përputhje me këto marrëveshje nëpërmjet kontrollit të mjedisit, aktiviteteve të kontrollit, menaxhimit të parregullsive dhe menaxhimit të riskut. Sa i përket monitorit të kuadrit kontrollit të brendshëm të zyrtarit kombëtar autorizues, ky kontroll është bërë nëpërmjet monitorimit të kapaciteteve të stafit në të gjitha strukturat, vlerësimit të ndryshimeve të procedurave dhe procedurave përjashtimore, monitorimit të gjetjeve dhe rekomandimit të autoriteteve të auditimit për secilën strukturë, të cilat vijnë nga autoritetet audituese, të auditit të brendshëm, të DG Agrit, por dhe të auditit të brendshëm, kryerja e vizitave verifikuese dhe kontrolleve në terren për të gjitha projektet që janë realizuar nga programi IPARD 2, organizimi i disa takimeve të ndryshme në lidhje me zbatueshmërinë e programit IPARD 2 dhe sfidat që kemi, menaxhimi i parregullsive si dhe menaxhimi i riskjeve. Një nga dokumentat më të rëndësishëm që përmban gjithë kontrollin dhe menaxhimin e kontrollit të sistemit për vitin financiar 2024 është deklarata menaxheriale, e cila është dërguar pranë Komisionit Evropian në 15 shkurt 2025, e cila konsiston një përmbledhje të sistemit të përgjithshëm të menaxhimit dhe kontrollit për vitin 2024, raportet e pasqyrave financiare vjetore, një përmbledhje të gjithë proceseve të kontrollit, takimeve, monitorimeve dhe ndjekjes së gjithë raporteve që ne kemi kryer, raport përmbledhës i Key Performance Indicators, indikatorëve të performancës për gjithë vitin financiar 2024. Kjo deklaratë është dërguar në shkurt dhe presim një përgjigje zyrtare nga Komisioni Evropian në korrik në lidhje me gjithë ecurinë e këtyre kontrolleve. Sa i përket kapacitetet të stafit në gjitha strukturat, kemi kryer një monitorim shumë të afërt në lidhje me stafet dhe kapacitetet e tyre. Sa i përket situatës aktuale, Drejtoria Mbështetjes Zyrtarit Kombëtar Autorizues aktualisht ka 10 punonjës në strukturë, por ka 3 vakanca, 2 specialist dhe 1 përgjegjës sektori. 2 pozicione janë shpallur nga Departamenti i Administratës Publike dhe është në proces rekrutimi, ndërkohë që shumë shpejt do të shpallim dhe pozicionin e përgjegjësit të sektorit. Drejtoria e Fondit Kombëtar ka vetëm një vakancë, një specialist i cili është aktualisht në proces rekrutimi. Autoriteti menaxhues ka 12 staf total dhe aktualisht nuk ka asnjë vakancë, ndërsa ZHBR, Agjencia IPARD, ka 139 staf të angazhuar për programin IPARD, aktualisht ka 26 vakanca, 2 drejtor, 5 përgjegjës, 7 specialist dhe 12 inspektor. 15 nga pozicionet janë aktualisht në proces rekrutimi, ndërsa 11 pozicione janë në pritje për të shpallur nga etapa së shpejti. Sa i përket planifikimet për ngritjen e kapaciteteve, të gjitha strukturat IPARD janë angazhuar për rritjen dhe forcimin e kontrollit të brendshëm.
duke rritur kapacitetet dhe numrin e punonjësve në strukturat e veta. Aktualisht SBR-ja tashmë ka miratuar strukturën e re, ku ka rritur numrin e punonjësve me 16 punonjës, është rritur numri i trajnimeve në gjitha strukturat, kemi arritur të bëjmë të motivojmë me promovime të shumta të stafit në pozicione drejtuese, si dhe kemi angazhuar gjithë stafet në trajnime të ndryshme, ku aktualisht në SBR janë kryer 30 tema trajnimi vetëm për vitin 2025, kësaj periudhe, 5 tema trajnimi janë kryer pranë drejtorisë së fondit kombëtar, 5 tema trajnimi janë kryer nga drejtoria mbështetëse zyrtarit kombëtar autorizues dhe 6 tema trajnimi janë nga autoriteti menaxhues. Sa i përket ndryshimeve në sistemin e kontrollit, kemi pasur një ndryshim thelbësor, ndryshimi i zyrtarit kombëtar autorizues, i cili u ndryshua në mars të vitit 2025, largimi i zonjës Adela Xhemali, zëvendës ministre financave, u zëvendësua me emërimin e zotit Andi Mehmeti, po në të njëjtin muaj në mars 2025. Ndërsa sa i përket kërkesa për ndryshime dhe përjashtime në procedura, nuk kemi pasur për këtë vit, kanë qenë 0 nga gjithë strukturat i parë. Ndërkohë, kemi kryer dhe monitorimet në kontroll, on the spot, pranë projekteve që kanë përfunduar, si dhe pranë SBR-s dhe autoritetit menaxhues. Kemi kryer 3 vizita verifikuese në projektet e përfunduara dhe një raport që është përmbledhës për SBR-n, është hartuar një plan masash nga SBR-ja në lidhje me rekomandimet dhe gjetjet që kemi pasur dhe aktualisht jemi në monitorim të gjitha rekomandimeve që kemi lënë për këto raporte. Sa i përket menaxhimit të riskut, është kritur një sistem menaxhimi i riskut pranë gjithë strukturave i PARD, ku janë miratuar procedura dhe proceset për menaxhimin dhe mitigimin e tyre. Të gjitha strukturat i PARD dorëzojnë 2 herë në vit pranë zyrtarit kombëtar autorizues një regjistër risku me gjitha rrisjet e identifikuara, të cilat vlerësohen, analizohen më tej. Është mbledhur komiteti i nivelit të lartë të riskut, ku janë diskutuar rrisjet me nivel të lartë në datë 15 janar. 2 nga rrisjet më të larta që kemi diskutuar në ato komitet ka qenë në sistemi Alfës, i cili ka nevojë për një sistem mirëmbajtje, si dhe qarkullimi i lartë i stafit dhe politika e mbajtjes në punë, retention policy për gjitha strukturat i PARD. Planifikojmë që një komitet tjetër ta mbajmë në korrik, pasi kemi konsoliduar dhe një regjistër risku për 6 muajorin e dytë. Ndërkohë, sa i përket menaxhimit të parregullsive, në gjitha strukturat i PARD është ngritur një sistem për menaxhimin e parregullsive, ku gjitha strukturat i PARD raportojnë pranë zyrtarit kombëtar autorizues të gjitha parregullsitë që identifikohen gjatë zbatimit të programit. Këto parregullsi raportohen pranë sistemit IMS të OLAF-it. Aktualisht në sistem dhe çfarë është raportuar pranë OLAF-it janë 154 parregullsi të identifikuara kryesisht nga autoritetet audituese dhe nga SBR-ja. 69 raste i kemi të mbyllura, që do të thotë që janë të rikuperuara, dhe 78 i kemi në proces, që janë në proces vlerësimi dhe rikuperimi. Ndërsa 7 parregullsi kemi pa ndikim financiar. Gjatë periudhës së raportimit kemi organizuar dhe një panel për parregullsitë, kjo është në përputhje me manualin e procedurave dhe detyrimeve që kemi, për të diskutuar çdo problematikë që lidhet me menaxhimin e parregullsive dhe gjithë situatës së menaxhimit parregullsive. Disa nga çështjet që u diskutuan kanë qenë në disa raste specifike, konfirmimi i oficerëve të parregullsive dhe njëherë rikonfirmimi i gjithë oficerëve në sistemin AFIS, përmirësimi i kualitetit të raportimit dhe informimi dhe marrja e masave për trajnimin e gjithë strukturave në lidhje me raportimin e parregullsive. Ne kemi marrë një angazhim ku kemi filluar një sesion trajnimesh në gjitha strukturat IPA dhe IPARD për procedurën e raportimit të parregullsive në sistemin e AFIS. Kjo në përputhje me udhëzimin e fundit të udhëzimit të fundit që ka sjell OLAF-i se si ne duhet procedojmë në lidhje me raportimin e parregullsive dhe në përputhje me gjithë kërkesat e Bashkimit Evropian. Sa i përket programit i PARD 3, kërkesa për intrasmet ose për marrjen e besimit për programin i PARD 3 është dërguar fillimisht nga zyrtari kombëtar autorizues në 18 prill 2023. Nisur nga situata e bllokimit, ne po përgatisim një paketë të re, ku kemi hartuar një plan masash për përmirësim procedurash dhe gjithë këto masa do të futen në gjitha procedurat që do t'i ridërgohet dhe njërë Komisionit Evropian. Disa nga masat janë ndryshimi i strukturës SBR-s,
ku AZHBR tashmë ka miratuar strukturën e re, ku ka rritur kapacitetet e veta, kur sektori parregullsive dhe sektori i riskut janë bërë në një drejtori, si dhe sektori i auditit të brendshëm është bërë në një drejtori, kjo me qëllim përforcimin dhe monitorimin e kontrolleve. Gjithashtu kemi miratuar është miratuar, më vjen se pas ka slajdet ndjes. Është miratuar edhe në kuadër të mbrojtjes së interesave financiare të Bashkimit Evropian dhe përmirësimin e kontrolleve, qeveria, siç e përmendi dhe zyrtari kombëtar autorizues, ka hartuar dhe miratuar strategjinë kundër mashtrimit. Kjo strategji synon forcimin e kontrolleve dhe rritjen e bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve kombëtare të zbatimit ligjit dhe strukturave IPART për hetimin dhe kontrolle me qëllim mbrojtjen e interesave financiare të Bashkimit Evropian. Gjithashtu është hartuar një udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesit në kuadër të zbatimit të këtij programi. Ky udhëzues synon të promovojë një interpretim dhe një zbatim të unifikuar të rregullave për shmangjen e konfliktit të interesit për operatorët ekonomik dhe stafin me përfshirë në zbatimin, monitorimin e programeve të buxhetit të BE-s. Gjithashtu po rishikojmë gjithë manualet e procedurave të AZHBR-s, por edhe strukturave të tjera për të përmirësuar gjithë indikatorët që mund të jenë red flag për të përfshirë kontrolle më cilësore në terren, monitorimin ndaj konsulentëve dhe duke bërë ndryshime sipas kërkesave që ne jemi në diskutim me komisionin. Siç e përmendën edhe ministra, është hartuar price reference database dhe kjo është një nga masat e mara me qëllim që të sigurohemi që çmimet dhe çdo oferte janë reale dhe në përputhje me çmimet e tregut. Menjëherë, pas përmbushjes së këtyre masave, zyrtari kombëtar autorizues do të vijojë me ridërgimin e kërkesës për akreditim, e cila pastaj është një proces që do të diskutohet në vonë dhe me komisionin. Faleminderit. Faleminderit Kaltra, sugjeroj që të vijoj me prezantimin tjetër, që është informacion mbi kontrollet, auditimet dhe masat e ndërmarra nga Agjencia e Auditimit të Fondeve IPA dhe raporti vjetor i auditimit. Dhe më pas, nëse do keni komente apo pyetje, mund t'i marrim së bashku për të dy prezantime, sepse lidhen me monitorimin dhe kontrollin e sistemit, funksionimin dhe auditimet e kontrollet e kryera për këtë qëllim. Faleminderit Eranda, përshëndetje të gjithëve. Duke qenë se shera e parë që autoriteti i auditimit prezantohet në këtë komitet, doja të bëja vetëm një prezantim të shkurtër të agjencisë, e cila funksionon në bazë të ligjit 19/2016 si autoriteti i auditimit në kuadër të instrumentit të asistencës së parantarësimit IPA. Është përgjegjëse për verifikimin e funksionimit efektiv të sistemeve të menaxhimit dhe kontrollit. Aktivitetet e kryera të agjencisë janë në përputhje me standardet e pranuara ndërkombëtare të auditimit dhe udhëzimet e Komisionit Evropian. Në këtë kuptim, Agjencia e Auditimit kryen auditime sistemi, operacionesh dhe auditimet e llogarive me qëllimin përfundimtar për të dërguar raportin vjetor të aktiviteteve audituese dhe opinionin vjetor të auditimit. Ky prezantim është i përqendruar në raportin përfundimtar të aktiviteteve të auditimit për vitin financiar 2024. Ai është i bazuar në strategjitë e auditimit 2024-2026 dhe 25-27. Në fokus është vlerësimi i zbatimit të programit IPART 2 për vitin financiar 2024, pra periudhën 1 janar 24 31 vjetor 2024. Dërgohet në Komisionin Evropian dhe Qeverinë Shqiptare brenda datës 15 mars të vitit pasardhës. Vlerësimi i përgjithshëm i raportit të auditimit është se sistemet e menaxhimit dhe kontrollit punojnë, norma e gabimit është 0.58%, pra nën pragun e materialitetit prej 2%. Gjatë vitit 2024 janë kryer auditime sistemi, auditime operacionesh dhe auditimi llogarive. Në organet e audituara kanë qenë zyra mbështetëse e zyrtarit kombëtar autorizues, Agjencia IPART dhe autoriteti menaxhues për shpenzimet totale të deklaruara në vlerën 4.89 milion euro. Yes. Këtu janë të përmbledhura edhe një herë me pak më tepër detaje auditimet që ne kemi kryer gjatë vitit financiar 2024 dhe konkluzionet përkatëse. Për sa i takon auditimit të operacioneve, janë audituar gjithsej 11 transaksione operacionale dhe 57 jo operacionale, që përfshihen borxhet, parregullësitë dhe lëvizjet në llogarinë euro IPART 2.
Konkluzioni arritur nga auditimi i operacioneve është se shpenzimet e deklaruara janë të lishme dhe të rregullta, sepse norma e gabimit na ka dhënë 0.58%. Gjithashtu për auditimin e llogarive, i cili kryhet në mbyllje të vitit financiar, raportet ose pasqyrat financiare vjetore dhe llogarit bazë për vitin financiar 2024 rezultojnë të plota të sakta. Dhe ky është konkluzioni që është dërguar edhe në raportin e auditimit. Mëtej, do doja të ndalesha tek masat që janë marrë nga strukturat i PARD si përgjigje e gjetjeve të Agjencisë së Auditimit dhe këto kanë ndodhur kryesisht para finalizimit të raportit. Është bërë rishikimi ose ka filluar rishikimi dhe përditësimi i manualit të procedurave të Agjencisë i PARD. Ka filluar trajnime për stafin e përfshirë në miratimin dhe mbikëqyrjen e përputhshmërisë dhe zbulimit të mashtrimit. Është vënë fokusi tek zbatimi i mekanizmave më të fortë të kontrollit të brendshëm, si në fazën e përzgjedhjes, ashtu dhe në atë të pagesës. Do të vazhdojë Agjencia i PARD me kryerjen e verifikimeve vijuese për sinjalet ose red flagsat të ngritura nga Agjencia e Auditimit. Gjithashtu duhet të bëhet rekuperimi i shpenzimeve të parregullta, krijimi i proceseve transparente për vlerësimin dhe pagesat e projekteve, rritja e kërkesave për gjurmët e auditimit, sigurimi i dokumentacionit të duhur dhe mbajtja e të dhënave. Të gjitha gjetjet e hapura të Agjencisë së Auditimit do të rivlerësohen në ciklin e ardhshëm të auditimit. Në përfundim, konkluzionet dhe rekomandimet që ka lëshuar Agjencia e Auditimit për raportin vjetor, mes tyre është vlerësimi i sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili është vlerësuar që funksionon, nuk u gjetën probleme sistemike. Shpenzimet e deklaruara ishin të lishme dhe të rregullta në një normë gabimi, siç e tham 0.58%, jo materiale. Gabimet e mbetura nuk ndikojnë materialisht në program dhe për këtë arsye konkluzioni në opinioni i Agjencisë së Auditimit është një opinion i pakualifikuar për vitin 2024, që do thotë një opinion pozitiv. Në rekomandimet e përgjithshme për mëtej, do doni të përmendim që ka nevojë të fuqizohen kontrollet, sidomos me fokus në kontrollet ex post, për shkak të pikës ku ndodhet tashmë programi IPAR 2. Rikuperimi shumave të parregullta, përmirësimi i dokumentacionit dhe futja e mësimeve në dizajnin e IPAR 3-shit. Autoriteti i auditimit do të vazhdojë mbikëqyrjen dhe udhëzimin në periudhat e ardhshme. Faleminderit. Faleminderit Jula për prezantimin. A kemi pyetje, komente, diskutime? Në rregull, nëse nuk ka në këtë pikë, do vijoj me pikën tjetër të agjendës, që është informacion mbi mbylljen e programit IPAR 2 dhe hapat për zbatimin e planit të veprimit nga Agjencia i PARD, Drejtoresha e Përgjithshme e ZHBR-s, zonja Ardita Kuçi. Faleminderit Randa, përshëndetje të gjithëve. Prezantimi im është një informacion i përgjithshëm mbi implementimin e programit IPAR 2. Në komitetin e shkuar të monitorimit që u mbajt në muajin tetor, ne kemi dhënë rezultatet dhe duke qenë se programi IPAR 2 ka përfunduar në 31 dhjetor të 2024-s, këto janë rezultatet finale të zbatimit të tij. Këtu kemi një pasqyrë të përgjithshme për sa i përket projekteve të kontraktuara, atyre të paguara dhe përqindjet në realizim. Në total kemi patur 1199 aplikime, së bashku me masën e asistencës teknike për të 4 thirrjet për aplikime, nga të cilat janë kontraktuar 550 projekte si të suksesshme, përfshi këtu dhe 10 projekte të asistencës teknike, me një total të kontraktuar prej 71 milion euro dhe një buxhet të angazhuar prej 61.22 milion euro. Në përfundim të periudhës programuese dhe të zbatimit programit IPAR 2, kemi 441 projekte të finalizuara dhe të paguara me një buxhet kontribut Bashkimi Evropian 50.6 milion euro ose 75.8% realizim referuar buxhetit total të programit. Këtu kemi një ndarje sipas thirrjeve të totalit të aplikimeve, pra kemi patur, siç tham, 4 thirrje për aplikime për masat 1, 3 dhe 7 dhe 10 aplikime për masën 9 të asistencës teknike. Për thirrjen e parë kemi marrë 317 aplikime në agjenci dhe në total janë financuar dhe realizuar 123 projekte me një vlerë 16.84 milion euro si kontribut nga Bashkimi Evropian dhe vlerë granti 22.46 milion euro. Në thirrjen e dytë për aplikime kemi patur 371 aplikime në total dhe 161 projekte të finalizuara dhe të paguara
me një vlerë kontributi nga Bashkimi Evropian prej 21.23 milion euro dhe një vlerë granti 28.31 milion euro. Në thirrjen e tretë për aplikime, kemi marrë 369 total aplikime, me 127 projekte të finalizuara dhe të paguara, me një kontribut nga Bashkimi Evropian 18.46 milion euro dhe një vlerë granti 24.62 milion euro. Dhe në thirrjen e katërt, e cila ka qenë limituar vetëm për një masë, pra për masën 7, dhe vetëm për 2 sektorët e artizanatit dhe të turizmit rural, kemi marrë 132 aplikime, ja pse numri i aplikimeve në këtë thirrje ka qenë pak më i ulët se i thirrjeve të tjera për shkak të kufizimit të masave, dhe në finale janë paguar 20 projekte të përfunduara me një vlerë granti kontribut BE 4.51 milion euro dhe vlerë totale granti 6.08 milion euro. Përsa i përket pagesave të kryera gjatë vitit 2019 deri në 2024, ato korespondojnë me 75.8% të buxhetit, ku këtu përfshihen pagesat e disbursuara nga viti 2019 deri në vitin 2024, me një fond nga Bashkimi Evropian 75.8% të buxhetit, këtu përfshim dhe rikuperimet dhe procedurat e Ritonov. Nëse e vëmë re dhe në tabel, pagesat totale kontribut evropian për vitin, pra deri në përfundim të vitit 2024, janë 54.64 milion euro, dhe kontributi kombëtar është 18.1 milion euro. Përsa i përket rekuperimeve të kryera deri në fund të vitit 2024, kemi shpenzime publike 1.4 milion euro rekuperime, nga cilat kontributi evropian përkon me 1.1 milion euro dhe kontributi kombëtar 369.000 euro. Nga këto procedurat e Ritonov për vitin 2024 arrin vlerën 295.000 euro, të cilat janë kredituar në llogarinë euro account të Komisionit Evropian. Ndërkohë për vitin 2025 rikuperimet janë në vlerën 17.315 euro dhe procedurat Ritonov në vlerën e 187.000 euro. Përsa i përket deklaratave vjetore financiare, për vitin 2024 shpenzimet e pranueshme kanë qenë në vlerën rreth 4.9 milion euro me një kontribut të deklaruar të Bashkimit Evropian 3 milion euro. Zërat kryesor deklaruar për Komisionin Evropian janë për masat përkatëse të investimeve në fermat bujqësore, pra në masën 1 në 1.3 milion euro, marketing dhe përpunim masa 3 282.000 euro, për masën 7 diversifikim dhe zhvillim rural 1.4 milion euro dhe për asistencën teknike 3.592 euro. Përsa i përket planit të veprimit dhe burimeve njerëzore, si kundur u përmend edhe më herët nga Ministria, nga zyrtari kombëtar autorizues, gjatë vitit 2024, në muajin qershor, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ka marrë strukturën e re të aprovuar me urdhër të kryeministrit, në të cilën numri punonjësve në total shkon në 253 nga 239, nga të cilat 165 pozicione janë pozicione i partë. Procesi rekrutimit ka filluar me njëherë pas përfundimit të komisionit dhe të vendimeve të komisionit të ristrukturimit në muajin gusht të vitit 2024, kanë qenë 40 pozicione pune të shpallura, nga të cilat 14 kandidat kanë qenë fitues. Ndërkohë procesi i rekrutimit vijon ende për ato pozicione të cilat janë përfunduar pa sukses, nga të cilat 26 pozicione pune janë në proces rekrutimi aktualisht. Kemi patur një periudhë shkëputje për shkak të kufizimeve të vendosura nga KQZ gjatë periudhës së zgjedhjeve, të cilat tani nuk janë më dhe procesi vijon. Nga 26 pozicione, aktualisht sot që flasim, kemi 21 pozicione të shpallura në faqen e DAP-it dhe 5 pozicione që janë në pritje për shpallje. Gjatë procesit të ristrukturimit, kemi kryer rishikimin e përshkrimeve të punës për gjithë punonjësit e agjencisë, sipas analizës së ngarkesës në punë dhe duke përshtatur fushën e arsimit me drejtorit dhe sektorët përkatës. Gjithashtu një rregullore e re pas përfundimit të procesit të ristrukturimit i është propozuar Ministrit të Bujqësisë, është kaluar nëpërmjet strukturave të Managing Authority dhe të zyrës mbështetëse të NAO, të cilët pasi kanë dhënë komentet e tyre, është miratuar nga Ministri i Bujqësisë në janar të vitit 2025. Përsa i përket trajnimit të stafit, në vijim të trajnimeve që janë kryer në vitin 2024 dhe janë raportuar në komitetin e mëparshëm, për vitin 2025 kemi pasur deri më qershor 30
trajnime të realizuara, në të cilën ka marrë pjesë 197 punonjës të trajnuar. Këtu flasim vetëm për drejtorit dhe sektorët i partë, pasi kemi dhe trajnime për sektorët e skemave kombëtare. Tematikat kyçe në këto trajnime kanë qenë negociatat për kapitullin 11 dhe standardet e BE-s, auditimi brendshëm dhe siguria kibernetike, etika, shërbimi civil, procedurat administrative, sistemet i partë, LPIS dhe kontrolli ex post, Smart Objectives dhe menaxhimi i riskut. 12 trajnime janë kryer me ekspert ndërkombëtar, 9 trajnime në bashkëpunim me ASP-n dhe 9 trajnime nga vetë punonjësit e AZBR-s. Për sa i përket trajnimeve me ekspert ndërkombëtar, dëshiroj të falenderoj mbështetjen nga TAIEX dhe nga Komisioni Evropian, gjithashtu dhe mbështetjen e dhënë nga GIZ, nga SIHA-Mbari dhe të gjithë agjencitë e tjera të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që kanë ofruar gjithë suportin e tyre në proceset e trajnimit të stafit të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural. Aktivitetet, përsa i përket aktiviteteve të komunikimit dhe promovimit, unë shkurtimisht do të prezantoj disa prej tyre, sepse pjesën tjetër do të vijojë Randa në prezantimin e saj, duke qenë se ky është një aktivitet i përbashkët ndërmjet autoritetit menaxhues dhe agjencisë i partë. Të dyja websajtet zyrtare të AZBR, pra si ajo në gjuhën shqipe dhe websajti i part.gov.al, që është një websajt i dedikuar, pasurohet vazhdimisht me informacione të reja të cilat janë të nevojshme për fermerët dhe për publikun. Përsa i përket hartës së investimeve, kemi kryer një përditësim finale të themi të hartës, pra ku kemi vendosur të gjithë përfituesit përfundimtar, jo kontratat e lidhura, ato 431 projekte që folëm, dhe ndër këto 431 projekte janë shpallur, pra janë hequr nga harta, të gjitha projektet që janë të shpallura pa rregullsi, si nga raporti i Olafit, ashtu dhe nga raportet e auditimit apo të parregullsive nga institucionet dhe trupat i partë, pra si nga agjencia, nga Audit Authority, NAO dhe strukturat tona. Pra harta tashmë është e përditësuar dhe kjo hartë është kaluar gjithashtu në faqen zyrtare i part.gov.al, e cila është faqja e dedikuar për i partë, ku secili mund të hyjë dhe të aksesojë dhe të shohë se ku ndodhen investimet e financuara nga programi i partë dhe gjithashtu dhe tipologjitë e investimeve dhe masat e financimit. Së shpejti harta do të jetë edhe në gjuhën angleze në faqen e dedikuar i partë dhe jemi duke punuar për të. Gjithashtu, përsa i përket promovimit në rrjetet sociale, kemi vijuar kryesisht duke u fokusuar në fakt në skemat që dhe Ministria përmendi, si skema e financimit me grant për investimet e vitit 2024, skema direkte, skema e garancisë sovrane, e kredisë but dhe skema e shpejt që do të lançohet në mes të muajit korrik, përsa i përket masave mbështetëse për investimet nga buxheti i shtetit. Ju falenderoj të gjithëve. Dhe nëse keni pyetje, jam e hapur për Ministre. Në qoftë se më lejohet që në frymë edhe të rekomandimit që u bë se si mund ta shikojmë të komitetet dhe për bashkëpunim, do të kërkoja duke parë dhe përfaqësues të universitetit, po edhe të shoqatave dhe të gjithë institucioneve, një mbështetje për promovimin dhe të gjithë vakancave në DAP. Sepse DAP është vetëm platformë me të cilën realizohet punësimi dhe vakancat ne i nxjerrim siç e pat edhe nga prezantimi i drejtoreshës dhe falenderoj për punën deri më tanishme. Po ndeshemi me faktin që shpesh shumë nga vendet vakante po na përfundojnë pa shpallje të fituesve dhe kjo është një ngërç që duhet ta pavarësisht se mund ta rihapim, ne do na duhet që ta adresojmë sa më shumë drejt një institucioni i cili, siç e themi të gjithë, është i rëndësishëm, ka trajnime mbështetëse dhe duhet të ketë ekselencë që në fillim. Kështu që edhe nga universiteti programet e ekselencës të 5 viteve, 10 viteve të fundit, nuk kemi pse t'i lidhim vetëm me vitin e fundit, por edhe sa më shumë të kemi mundësi që këtë informacion, unë do t'i kërkoja AZBR-s që t'i anunçoj dhe në faqen e saj dhe t'a shpërndaj këtë informacion sa më shumë, sepse promovimi i rekrutimit nëpërmjet DAP të ekselencës do na çojë edhe në një institucion më të fortë edhe në raport me burimet njerëzore. Por që të mos kemi vakanca, sa herë hapim dhe kemi dhe procese inefektive në
procesin që po menaxhojmë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ka pyetje, komente, çështje për diskutim? Atëherë vijojmë me pikën tjetër të agjendës, që është informacioni me raportin përfundimtar të zbatimit të IPAR 2 dhe raportin vjetor për vitin 2024, një funksion që mbulohet nga autoriteti menaxhues. Ne kemi përgatitur raportin përfundimtar dhe vjetor. Ju falenderoj për kontributin, sepse pjesa më e madhe të antarëve që janë në këtë komitet të IPAR 3-shit janë dhe antarë të komitetit të programit IPAR 2 për kontributin dhe komentet tuaja në raport. Ky raport përgatitet në zbatim të marrëveshjes sektoriale dhe përfshin të gjithë institucionet që janë të ndërlidhura me masat e zbatimit të programit IPAR, po gjithashtu dhe me standardet si trupa teknik. Për raportin vjetor mbulohet e gjithë periudha e programit nga viti 2014 deri në vitin 2024, pra një pamje 10 vjeçare e sektorit dhe rezultatet e zbatimit të programit, dhe gjithashtu raporti vjetor i zbatimit për vitin 2024, dhe të dy dokumentat vlerësojnë zbatimin e programit gjatë periudhës, efektivitetin, efikasitetin e masave, realizimin e indikatorëve, po gjithashtu dhe mangësitë dhe problematikat e asura gjatë zbatimit të programit IPAR 2. Të dy formatet janë përgatitur dhe plotësuar në përputhje me udhëzuesit përkatës të Komisionit Evropian. Nuk po ndalem me detaje, secili kapitull ka përfunduar, tashmë kemi finalizuar raportin, është përcjell për komente antarëve të komitetit për të miratuar me procedurë të shkruar. Ka përfunduar afati, po vlerësojmë komentet dhe t'i reflektojmë dhe do të dërgohet zyrtarisht nëpërmjet zyrës NIPAK në Bruksel në përputhje me formatin e përcaktuar dhe që konsiderohet edhe komunikimi zyrtar në lidhje me zbatimin e programit IPAR 2 për Shqipërinë. Pas marrjes së komenteve, pas dërgimit merren komentet nga Komisioni Evropian dhe konfirmimi nëse ka nevojë për ndryshime apo pranueshmëria e këtyre raporteve, pasi është kriter pranueshmëria e raportit vjetor të zbatimit dhe raportit përfundimtar që lidhen dhe me hapat e përmbylljes ose ajo që quhet closure of the program, bashkë me hapat e tjerë ligjor financiar. E bëra pak shkurt këtë prezantim, duke qenë se procedurat kanë qenë në komunikim me të gjithë ju, kemi marrë dhe komente, faleminderit shumë për kontributin, dhe tashmë jemi në fazën finale për dërgimin zyrtar pranë Komisionit Evropian. Nëse keni pyetja, po diçka që doni ta ndani? Atëherë vijojmë me pikën tjetër të agjendës, që është progresi i aktiviteteve që lidhen me komunikimin dhe vizibilitetin. Sikurse përmendi Ardita, është një funksion i përbashkët midis autoritetit menaxhues dhe agjencisë së pagesave. Ne kemi me mbështetjen e fondeve të asistencës teknike për vizibilitetin dhe për informimin e përfituesve të programit IPAR, kemi realizuar vizita informuese për këto rregulla, duke përdorur një metodologji të cilat adresojnë edhe kërkesën që na është kërkuar nga audituesit e DG Agrit nëpërmjet llogarive financiare, ku janë marrë listat e të gjithë përfituesve, janë komunikuar, janë informuar me vizita në 12 qarqet e Shqipërisë, dhe gjithashtu është vlerësuar risku për rastet që lidhen me llojin e investimit, shumën e grantit dhe vendodhjen, dhe janë plotësuar pyetësor për përfituesit gjatë ditëve të informimit me qëllim monitorimin e indikatorëve dhe të programit që të mund të reflektohen edhe si impakt në programin IPAR 3. Këto lidhen me detyrimet e përfituesve, pra për të pasur një informacion shumë të qartë dhe transparent për të gjithë fermerët, agrobizneset apo çdo aktivitet që është financuar që nuk përfundon detyrimin e tyre në momentin që kanë marrë pagesën, por 5 vite nga pagesa përfundimtare e grantit duhet të respektohen disa rregulla që lidhen me mbajtjen e NIPT-it aktiv, mos tjetërsimin e investimit, pra nuk duhet ketë modifikime thelbësore. Gjithashtu duhet
të ruhet i gjithë dokumentacioni financiar për aktivitetin ekonomik dhe rregullat e vizibilitetit dhe mbajtjes së investimit funksional. Materialet promovuese janë shpërndar dhe për të qenë edhe të qarta edhe informuese të sakta për çdo përfitues granti. Informacioni dhe broshurat janë publikuar edhe në faqen zyrtare të dedikuar të programit i parë, por edhe në faqen e Ministrisë të Bujqësisë. Informacioni është shpërndar në të gjithë Shqipërinë, ka mbuluar 100% investimet e IPARD-it, duke komunikuar drejt për drejt me përfituesit, ku numri total i përfituesve në të gjithë qarqet lidhen edhe me ato që projektet e suksesshme që tashmë kanë një aktivitet të qëndrueshëm ekonomik. Pra, sipas statusit ligjor të përfituesve, si persona fizik janë të regjistruar 72% të përfituesve, si kompani 27% afërsisht dhe shoqëri të bashkëpunimit bujqësor kemi vetëm 3 përfitues nga totali i programit. Shumica e përfituesve, sidomos të regjistruar si persona fizik apo fermer të vegjël, janë të vetë punësuar dhe punësojnë staf të përkohshëm dhe të përreshëm sipas sezonalitetit dhe si indikator programi, rritja e punësimit është rritur me 37% pas batimit të programit, duke mbështetur rritjen rurale dhe uljen e migrimit. Doja të theksoj që këto janë shifra që ne kemi marrë nga pyetësorët dhe nga vlerësimi i aktivitetit ekonomik të secilit investim, por kemi dhe një vlerësim ex post që po bën nga ekspertët që do vlerësojnë edhe më në detaje sipas një metodologjie dhe analize të thelluar mbi të gjithë indikatorët që përcakton programi. Shkalla e suksesit të përfituesve në kuptimin e llojit të investimeve dhe financimit, kryesisht mekanika bujqësore, pajisjet dhe makinerit, janë më të shpejta në përthithjen dhe në zbatim projektesh, veçanërisht masa 1 që ka edhe përqindjen më të madhe, ku 54% të përfituesve janë nga masa 1 që është investime në ferma, në prodhimet në ferma dhe në asete në ferma. Për kontributi në të ardhurat e fermave dhe të biznesit, shumica e përfituesve thonë që i ka përmirësuar të ardhurat, i ka rritur kapacitetin dhe janë përafruar standardet me standardet e Bashkimit Evropian që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, me sigurinë në punë dhe sigurinë ushqimore. Nga investimet që kemi vizituar dhe janë kontaktuar, 100% e tyre konfirmojnë se investimet janë funksionale sipas gjë që është edhe verifikuar nga tereni në rregullat e vizibilitetit. Shumica e përfituesve ruajnë tabelat e vizibilitetit, që në fakt është një detyrim kontraktual nga Komisioni Evropian që çdo investim të mbaj rregullin e vizibilitetit. Në lidhje me aksesin në financë, kemi parë që në programin IPARD 2 ka pasur sfida për të aksesuar në financë, që tashmë janë marrë masa për të adresuar nëpërmjet instrumentave financiar, por gjatë zbatimit janë shtuar mekanizma për përthithjen më të shpejtë të fondeve dhe aksesimin, si para pagesat dhe pagesat e ndërmjetme, dhe shumica prej përfituesve kanë marrë pagesat paraprake dhe pagesat e ndërmjetme që i kanë ndihmuar në zbatimin e investimit. Në përgatitjen e dosjes së aplikimit, dhe këtu mund të ketë është bërë një vlerësim nga pyetësorët dhe nga deklarimet që kanë bërë përfituesit, ku 81% kanë përdorur konsulencë private, gati 10% e kanë përgatitur vetë dosjen e aplikimit dhe 8% e kanë përgatitur në fazën e parë me konsulent dhe më pas kanë vijuar për pagesën nëpërmjet konsulentëve publik ose duke përgatitur vetë. Është shumë e rëndësishme të themi që në program nuk është detyrim kërkimi ose marrja e konsulencës, çdo aplikant që ka kapacitetet dhe që mund ta bëjë, duke qenë se informacioni është i hapur zyrtar, çdo gjë është e standardizuar me formate standarde, mund ta bëjnë dhe aplikimin vet. Nuk është detyrim, nuk është kërkesë përdorja e konsulencës dhe është shumë e rëndësishme që të ndiqet gjithmonë rruga zyrtare dhe të merret informacioni transparent zyrtar pranë institucionit që zbaton programin dhe në websajtet e dedikuara. Çdo gjë është e standardizuar me formatet që përcakton programi. E përmend aksesin në financë,
siç e shikoni nga shifrat, shumica e aplikantëve, gati 65% kanë marrë një kredi që është e plot ose e pjesshme për të financuar projektin e tyre, pra është e domosdoshme dhe është një nevojë shumë e madhe edhe financimi nëpërmjet sektorit bankar si komplementar i financimit me grant nga vetë përfituesi. Dhe në lidhje me çështjet gjinore, që janë edhe pjesë e indikatorëve të programit, shikojmë që 22% përfituesve ishin gra ose biznese ferma që menaxhohen nga gra dhe pjesa tjetër që menaxhoheshin nga fermer burra. Kjo është nga statusi aktual i të gjithë investimeve të paguara dhe të suksesshme. Në çdo investim ose përfitues kishte një nevojë për të rritur kapacitetet, për të riinvestuar, për të blerë përsëri mekanik, agregat, gjithashtu edhe për zgjerimin e aktivitetit ose diversifikimin e aktivitetit të tyre, për shembull në sektorin e agroturizmit, të bujtinave, blerjen e pajisjeve për industrinë përpunuese, për qumshin, për nënproduktet dhe për veprimtaritë artizanale, që është një nga çështje që ne edhe pse kemi hapur një thirrje, nuk ka pasur shumë aplikantë të suksesshëm, po tashmë ka një rritje të kapaciteteve të interesit që lidhet ngushtësisht në fakt edhe me turizmin në Shqipëri. Vështirësit, pra këto janë realizimi indikatorësh, po ka pasur dhe vështirësi, pra dokumentacioni sipas aplikantëve ka qenë i vështirë, shumë i ndërlikuar, voluminos gjatë procesit të hartimit të dosjes, duke qenë se ishte edhe një program për parafrimin me standardet e Bashkimit Evropian dhe është gjithë një proces i ri. Gjithashtu ndryshimi i çmimeve gjatë kohës së zbatimit të projekteve, pra ishin lidhur kontratat dhe pati krizë çmimesh, rritja e çmimeve të ndërtimit, lufta e Ukrainës ka ndikuar në rritjen e çmimeve të lëndës së parë, si dhe me problemet me furnizuesit dhe kontraktorët. Gjithashtu një problem lidhet me pronësinë e tokës dhe përdorimin e tokës dhe sigurimi i dokumentacionit në kohë për marrjen e grantit dhe për projektet e tyre të reja. Gjithashtu, një çështje dhe sfidë shumë e madhe është fuqia punëtore dhe migrimi i të rinjve dhe popullsisë rurale në zonat urbane ose jashtë vendit. Disa konkluzione dhe më pas kemi dhe disa rekomandime, pra disa fermer të vegjël që janë financuar kryesisht me pajisje, makineri dhe traktor, kishin një problematik në lidhje me aktivitetin sezonal bujqësor dhe nipti aktiv për ta ishte kosto shtesë. Në lidhje me aktivitetin e tyre bujqësor, çështja e kontakteve dhe numrave të telefonit jo aktiv, pra ndryshime duhet të njoftohen nga vetë përfituesit në mënyrë që të ketë një komunikim dhe të ketë një akses të drejt për drejt nga çdo strukturë, dhe lëshimi i faturave të rregullta, sidomos për fermerët e vegjël që të formalizojnë të gjithë aktivitetin e tyre dhe sepse janë indikator financiar që maten se sa impakt ka dhënë investimi, si dhe elementet e vizibilitetit, dhe përmenda janë një detyrim kontraktual, po shpesh nga kushtet atmosferike apo nga mungesa e informacionit të fermerëve të vegjël, nuk ishin në gjendjen që duhet të përfaqësojnë investimet dhe detyrimet kontraktuale. Rekomandimet është duhet të kryen verifikime për niptet gjatë kozjatjes së projektit, on desk, dhe të njoftohen fermerët në kohë që të adresojnë, mos të kenë më pas një impakt financiar në kthimin e të gjithë vlerës së projektit, rritja e monitorimit bazuar në risk dhe gjithashtu komunikimi me përfituesit, me gjithë fermerët për rregullat e vizibilitetit dhe transparencës. Është sugjeruar dhe një marrëveshje me mirëkuptimi me doganat dhe autoritetet tatimore që të ulet bara administrative, mos i kërkohen shumë dokumenta vetë fermerëve apo bizneseve, po të mund të ekstraktohen direkt nga këto institucione, nga agjencia e pagesave. Disa foto të punës tonë në teren, monitoruese, informuese dhe vizitat në subjekte me investimet e IPARD-it. Shikoni flamurin e BE-s, ky është një detyrim edhe për shoqatat e fermerëve, se shpesh fermerët e konsiderojnë si të parëndësishme në procesin e mirëmbajtjes së investimit, por nga Bashkimi Evropian është një detyrim dhe nëse do kenë një auditim është edhe madje edhe subjekt penalizimi vetëm për rregullat e vizibilitetit. Faleminderit.
U përpoqja të jem shkurt edhe për të marrë më shumë kohë për ju, për feedback, për pyetje, nëse keni. Po. Ishëm duhet të rriqja vëmendjen tek shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor, që aty ishin vetëm 3 që kanë përfituar, dhe tek grupimet në tërësi. Për fat keq, ne nuk njohim dhe nuk na njihet NIPT-i. Duke mos e njoh NIPT-in, që për mua duhet një diskutim teknik më i zgjeruar lidhur me këtë proces, sepse mosnjohja e NIPT-it do të jetë një vështirësi jashtëzakonisht e madhe për procesin vijim dhe për aplikimet. Por kjo kërkon një zgjidhje dhe kërkon një qartësi. E dyta, do të rriqja vëmendjen lidhur me grupimet. Okej, tashmë grupimet janë shtuar si numër shoqëri bashkëpunimit bujqësor, do janë dhe grupet vendore të veprimit, që janë në proces formimi dhe do të ketë një numër të kufizuar të tyre, por disa grupimet tjera që janë të domosdoshme për procesin dhe që janë të lidhura ngushësisht me shërbimet në të gjitha kulturat, është e domosdoshme që të bëjmë pjesë e procesit. Dhe ne ose do të bëjmë ndryshime ligjore, ose ndryshime të rregullave, në mënyrë që këto njësi shërbimi ti mbështesim me të gjitha mjetet që kemi në dispozicion. Kam këmbgulur dhe vazhdoj të këmbgul, natyrisht me nxitjen e kolegëve të mi, që është momenti tashmë që ne të shikojmë stacionin e makinave dhe traktorëve si njësi shërbimi. Është domosdoshmëri. Nuk kemi fuqi punëtore, nuk kemi mekanizma që të mundësojmë të shërbejmë të gjithëve dhe të financojmë të gjithë, duke mos njohur NIPT-in, natyrisht rreth 78% ne nuk i përfshim fare tek i pardi, duke pas parasysh që edhe një pjesë kanë përfituar dhe kanë të vështirë për të përfituar, ne nuk do të gjejmë subjekte nëse ne nuk fusim dhe nuk i japim zgjidhje problemit të grupimit. Dëshira është e madhe për të bërë një punë në këtë drejtim, por hapat përveç grupe vendore të veprimit që janë hedhur disa hapat e tjera janë të pamjaftueshme. Unë mendoj që do e ketë ashbërja do e ketë shumë të vështirë dhe këtu do jemi në vijim për të gjetur këta aplikus si që kanë qenë tek i parë dyshi, duke pas parasysh edhe shtimin e sanksioneve që kanë ndodhur, po edhe frenimi që është bërë nga gjithë ky proces, unë do mendoja që vetëm në këtë mënyrë, me grupet vendore të veprimit, me shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor dhe me njësitë e shërbimit, që ne duhet ta fusim si grupet vendore të veprimit, duhet ta fusim këtë në proces mbështetje, që ne të kemi mundësinë që fermerët që kanë NIPT të grupohen në këto grupe dhe të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe të mbështesim me financim. Sepse edhe bankat, edhe këto burimet e financimit që u përmendën përpara, por edhe i pardi nuk besoj që do të kenë këtë masë aplikimesh që kemi pasur. Është mirë që ne t'i japim zgjidhje zonja ministre sa më shpejt këtij procesi, të mblidhemi, ne kemi propozime konkrete se si mundet, në terren janë shumë njësi shërbimi që kanë makineri bujqësore, që kanë eksperiencë në këtë drejtim, por që nuk mbështeten absolutisht në asnjë lloj mënyre, sepse me një NIPT nuk i mbështeten, ata kanë NIPT realisht, por ato janë njësi shërbimi që i kanë pothuajse të gjitha mekanizmat. Kemi provuar me ullirin, kemi ndërtuar disa njësi shërbimi të lidhura ngushtë me fabrikat e vajit, kanë funksionuar, por nuk marrin mbështetje. Nuk marrin mbështetje për arsye sepse ata janë 3-4 punonjës të specializuar që i shërbejnë ullirit nga fillimi deri në fund, që i kanë të gjitha mjetet e mekanizuara, që kanë një rendiment shumë të mirë, që ju shërbejnë atyre që nuk punojnë dot me ullirin, por nuk marrin asgjë. Atëherë, çfarë do bëjmë me këta? Do t'i lëmë kështu siç janë dhe po hoqëm dorë dhe nga këto, si kjo ka shumë, e solla këtë shumë për të kuptuar atë çka dua të them, po si kjo ka shumë shërbime që ne duhet të shërbejmë. Faleminderit. Shumë faleminderit zoti Rapaj, edhe unë kam një datë konkrete nëse ju jeni gati dhe kushdo përfaqësues 23 ose 24 ne mund të ulemi diskutojmë çështjet e sapo ngritura.
Më lejoni të informoj që ne kemi prej një viti kërkuar dhe FAOS një mbështetje me një projekt të dedikuar për çështjet e ngritura nga ju, si një nevojë për të sjellë ndoshta dhe ndryshime ligjore të një ligji të SHBB-ve të realizuar po nga FAO në 2017 dhe në frymë të kësaj të kishim ndoshta një gëshetim të mirë të incentivave të skemës brenda grupimeve, të cilat në skemën e subvencioneve në vitin e kaluar na tregoi që kishte rezultat. Megjithatë, e kuptojmë qartë që kjo kërkon më tepër vëmendje se sa thjesht një aspekt skeme, kërkon ndoshta një diskutim si të trajtohen jo thjesht bashkimet e pronësisë, por bashkimet e interesave, dhe unë besoj kësaj i bëni referencë, kështu që unë do të isha së bashku dhe me drejtori Irfanin dhe ekipet dhe të FAO-s dhe kushdo që është i mirëpritur të lançojmë një datë ose 23-24 ta bëjmë të diskutim, që ti shërbej njëkohësisht dhe skemës së re që po lançojmë në vijim. Më lejoni them që grupimet apo ato që në gjuhën ndoshta më teknike contract farming do të donim ne ti trajtonim, janë një mundësi shumë e mirë edhe për të mitiguar riskun e mënyrës se si shikon banka, riskun kur akseson kërkesat për kredi, sepse kjo sjell dhe formalizim të ekonomisë dhe sigurisht një risk të mitiguar të aksesit në financë dhe së fundmi unë nuk e thash në fjalën time, po ndoshta është një moment i mirë që nuk shkon vetëm me grupet, po me të gjitha. Ne jemi duke punuar me Ministrinë e Financave dhe për insurance në bujqësi. Dhe është një skem të cilën jemi duke e diskutuar, duke marrë modelin turk, po shikojmë dhe modelin spanjoll, dhe besoj që brenda vitit do kemi dhe një qasje drejt një ligji të një koncepti pooling për insurance në bujqësi, që të mundsoj edhe disa element të mitigimit të riskut në këtë aspekt, po pse jo grupet të kenë edhe vendmendjen e tyre. Për sa i takon NIPT-it, unë kam vetëm një koment. Unë mendoj që kjo është jo vetëm një çështje që adresohet më gjerë me Ministrinë e Financave, por është edhe një thirrje për gjithë. A ka ardhur koha të shikojmë ndryshe NIPT-et? Ne po flasim për ekonomi bujqësore. Koha për të formalizuar ekonominë, për të regjistruar me NIPT, nga 5.000 NIPT e fermerisht në 2013, sot jemi në gati 100.000. Kjo solli një rritje të qasjes së fermerit drejt formalizimit, po ne duhet të shikojmë si ndërmarrje, duhet të shikojmë si një marrëdhënie drejt për drejt të biznesit. Dhe sigurisht mendoj që kjo është një pyetje që mund të shtrohet në Ministrinë e Financave dhe bashkëpunim me ne. Dua të falenderoj TAEX, një projekt të Bashkimit Evropian që po na ndihmon qeverinë shqiptare, dhe shpresoj që brenda shtatorit të kemi edhe një lajm të mirë në raport me rishikimin që po i bëhet skemës rimbursimit të VSH-s së dikushme, ku vetë Ministria e Financave ka angazhuar këtë me një projekt të Bashkimit Evropian, kështu që kemi një mundësi aty për ta parë si një dritare. Këto thjesht një informacion i përgjithshëm, po besoj që shtatori do t'i ketë të konkluduara të gjitha këto elemente financiare, fiskale, për të rritur formalizimin dhe për të ndihmuar edhe grupimet për te diskutimit të datës 23 ose 24. Faleminderit, Valbona. Faleminderit. Spari faleminderit zonja ministër për lajmin e mirë në lidhje me siguracionin në fushën e bujqësisë, pasi është kthyer në domosdoshmëri tashmë. Dhe diçka tjetër në lidhje me pyetjen që ushtroni për sa i përket formalizimit në bujqësi, vetë fermerët po e kërkojnë tashmë këtë gjë. Sepse shikojnë që është domosdoshmëri jo vetëm për sa i përket aktivitetit tyre, por njëkohësisht edhe për gjithë gjurmëshmërinë e aktivitetit. Gjithsesi mora shkas nga ajo që ju sapo thatë, por gjithsesi unë doja ta filloja njëkohësisht edhe me një përgëzim për sa i përket përmirësimeve që AZBR-ja ka bërë në faqen e webit, sepse ndihmoi realisht në komentet e dhëna për sa i përket raportit për implementimin e IPARD 2-shit, qoftë raportit vjetor, qoftë edhe atij të periudhës 10 vjeçare. Kështu që përgëzime, sepse ishte me të vërtet një gjë shumë e mirë. Kam
Tani një pyetje, po prapë për AZBR-ën, a kanë ndodhur raste kur kemi të bëjmë me ndryshim destinacionesh në investimet e kryera dhe nëse kanë raste të tilla, çfarë masash janë marrë apo mund të merren, të cilat mund të kthehen edhe në një mësim për zbatimin e i partreshit. Edhe njëkohësisht, meqense e mora fjalën, tash edhe njëkohësisht një pyetje për zonjën ministre, a do të kemi një census të bujqësisë, sepse është jashtëzakonisht i domosdoshëm, dhe veçanërisht për të na dhënë tipologjinë e fermave shqiptare, mbi bazën e cilave do të operohet. Faleminderit. Faleminderit zonja Ylli për komentin dhe për pyetjen. Në lidhje me pyetjen që shtruat për agjencinë, është një nga kriteret e marrëveshjes sektoriale, e cila verifikohet gjatë periudhës monitorimit ex post të projekteve të cilat janë pas fazës së pagesës përfundimtare, dhe aty kontrollohen 3 elementë të cilat mund të çojnë në refuzimin dhe kthimin mbrapsht të fondeve të marra nga përfituesi. Një ndër këto është dhe ndryshimi i destinacionit apo i objektit të tipologjisë të investimit, pra po themi të masës. Në rastet që kemi monitoruar deri më sot, kemi vetëm një rast i cili pasi është sinjalizuar në drejtorinë e parregullsisë, mbas monitorimit ex post nga terreni, të një subjekti i cili ka aplikuar për një masë mbështetëse në programin IPARD dhe mëtej nga monitorimi ex post vërehet që kemi një ndryshim të objektit të financimit. Pra nëse ne aplikojmë në masën 3 dhe aplikojmë për ndërtimin e një magazine, gjatë monitorimit ex post në terren, vërejmë se një pjesë e këtij investimi është kthyer në një bujtin. Pra çka do të thotë që këtu krijohen kushte artificiale në momentin e aplikimit, që përfituesi të përfitojë një masë financimi më të lartë, sipas masës 3, në mënyrë që të ndërtojë një objekt që i përket masës 7, dhe këtë financim e ndan në 2 objekte, pra. Për rastin konkret, sigurisht janë marrë masat e rikuperimit të fondeve, agjencia ka kërkuar kthimin mbrapsht të shumës së plotë të investimit, dhe ky projekt nuk është i evidentuar në hartën e investimeve, pasi siç e thash dhe më herët, projektet e parregullta janë hequr tërësisht nga harta e investimeve dhe nga çdo promovim i mundshëm në faqet tona zyrtare. Faleminderit. Për sa i takon censusit, po, ne jemi duke punuar së bashku me Instat ngushtësisht, kemi filluar dhe një vrojtim të fermave gjatë kësaj periudhe kohe, kemi ligjin gati për ta çuar parë, unë besoj që brenda shtatorit kemi rënë dakord që ligjin do ta çojë Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, dhe me hyrjen e parlamentit të ri besoj që kjo aprovohet. Janë bërë fazat përgatitore dhe siç e thatë ju është e domosdoshme, sidomos në sektorin që ju punoni, por kudo, besoj. Kështu që besoj vitin tjetër ne jemi gati dhe me buxhete për të realizuar censusin, edhe me mbështetjen e padiskutueshme të Bashkimit Evropian. Faleminderit. Vijojmë në pikën tjetër që lidhet me përgatitjen për masat e reja të programit IPARD 3. Pra gjithë procesi përgatitor për programin IPARD 3, për ta përmbledhur, masa 1, 3, 7 dhe 9 janë 4 masa që janë zbatuar gjatë programit IPARD 2 dhe kërkesa për akreditim për këto masa është me atë quhet rollover, pra vijim i akreditimit me disa ndryshime që u përmendën në sistemin e kontrolleve. Dhe më pas kemi masën 4, që është masa agromjedisore, klimaterike dhe masa 11. Këto 2 masa janë përgatitur paketat e akreditimit, janë dërguar tek zyrtari kombëtar autorizues, por me rezultatet e auditit do shikojmë nëse janë subjekt rishikimi apo do përcillen direkt si paket së bashku me masat së bashku, do të thënë si paket pas masës 1, 3, 7 dhe 9, që ka një procedurë tjetër. Më pas kemi masën 5, që është qasja lider, masa 6, infrastruktura publike rurale dhe masa 10, shërbimet këshillimore. Për këto 3 masa ne po punojmë që të finalizojmë paketat e akreditimit, por jo vetëm për të përgatitur edhe sektorin dhe institucionet
apo grupet e interesit që përfshihen në zbatimin e këtyre masave duke siguruar kapacitetin dhe infrastrukturën për përthithjen e masave. Pra, si që thash, për këto 4 masa është përgatitur paketa, është dërguar për subjekt rishikimi pas rezultateve të auditit dhe do të reflektojmë dhe do të ridërgohet në Bruxelles. Për 5 masat e reja të programit IPARD 3, pra që nuk kanë qenë pjesë e programit IPARD 2, masën 4 dhe 11 do të përdisohen nëse nga auditi që do finalizohet shumë shpejt, do të kemi rekomandime, në të kundër do dorëzohen dhe dërgohen nëpërmjet zyrtarit kombëtar autorizues për akreditim. Dhe masa 5, zbatimi i qasjes i strategjive të zhvillimit lokal, qasja lider, infrastruktura rurale dhe shërbimet këshillimore, jemi duke përgatitur dokumentacionin për të dërguar në një paket të 3 masash për akreditim. Në këtë kuadër janë organizuar sesione trajnimi dhe rritje kapacitetesh për akreditimin e masave të reja nëpërmjet TAIEX-it, gjithashtu dhe udhëzues praktik nga Komisioni Evropian që janë përcjell për t'i pasur në referencë në procesin e akreditimit. Nëpërmjet udhëzuesit të dërguar nga BE janë identifikuar nevoja për disa modifikime të mundshme të programit IPARD 3 që do punojnë mbi këto modifikime dhe i përcillen komitetit për komente para se të dërgohen zyrtarisht dhe legjislacioni kombëtar që parafrohet së bashku me listën e shpenzimeve të pranueshme në nivel kombëtar. Gjatë këtij viti kemi punuar me qasjen lider, me 6 grupet lokale të veprimit që janë krijuar. Janë bërë 6 workshope, kemi pasur 122 pjesëmarrës, ku 6 grupet lokale të veprimit kanë pasur 140 anëtar nga sektori publik, social dhe ekonomik në 7 bashki, në Elbasan, Pogradec, Ersek, Përmet, Kulcyr, Roskovec dhe Florë, janë të përfshira në zonat ku ushtrojnë aktivitetin këto grupe lokale veprimit 38 njësi administrative dhe mbulojnë një territor prej 3.252 km2, 3.252 km2 dhe afërsisht mbulojnë 238.959 banor. Pra, me 6 grupet lokale të veprimit të krijua aktualisht mbulimi i territorit dhe i banorëve në zonat rurale është i limituar. Dhe kemi pasur, falenderojmë dhe FAO, një asistencë teknike dhe ekspertizë për të bërë gjithë këtë vlerësim dhe identifikim të nevojave, për rishikimin e strategjive lokale, për procedurat e aplikimit, për financimin, për të ndihmuar në rritjen e kapaciteteve të grupeve lokale të veprimit, rjetëzimin, vizibilitetin, gjithashtu dhe ngritjen e kapaciteteve, pasi në momentin e hapjes së masës në programin IPARD 3, vetë grupet lokale të veprimit duhet jenë në gjendje të përgatisin strategjinë dhe të mund të finalizojnë projektet dhe të zbatojnë këto projekte në përputhje me rregullat e programit. Është artuar një raport me gjetje dhe rekomandime për vlerësimin e sektorit dhe nevojave të sektorit, është artuar një plan trajnimi dhe gjithashtu në strategjinë tonë kemi të vijojmë të punojmë me krijimin e grupeve të reja të veprimit, që do ketë një mbulim më të gjerë të territorit dhe të numrit banorëve në zonat rurale, duke ndihmuar përgatitjen e strategjive të zhvillimit lokal, procedurat formale të regjistrimit, pranë Ministrisë Bujqësisë dhe në rrugët zyrtare që duhet të ndjekin dhe gjithashtu formatet standarde për të mbështetur GVV-n si pjesë e procedurave të aplikimit dhe aksesimit me grant. Këtu kemi një pasqyrim të aktiviteteve të kryera që ka pasur shumë pjesëmarrje dhe shumë interes në fakt nga grupet lokale të veprimit për financimin nëpërmjet programit IPARD. Gjithashtu për masën 6, që janë investimet në infrastrukturën publike rurale, është një masë e re që kërkon angazhim shumë të madh të njësive vendore, bashkive, dhe të cilat duhet të ngrenë kapacitetet brenda strukturave të tyre për artimin dhe zbatimin e këtyre projekteve. Kemi filluar me takimet për rritjen e ndërgjegjësimin dhe do vijojmë për të bërë më tej një identifikim të nevojave të secilës bashki për të zbatuar këtë masën dhe kapacitetet duke i përfshirë në planet tona gjatë vitit 2025 dhe finalizimin e të gjithë procedurave. Nëse kemi pyetje, komente,
Vijojmë me prezantimin tjetër, që është vlerësimi ex post, që disa nga kolegët po e presin. Vlerësimi ex post është një kriter që përcaktohet në marrëveshjen sektoriale midis Komisionit Evropian dhe Shqipërisë, që duhet në përfundim të programit të bëhet një vlerësim ex post dhe duhet të përfundoj brenda këtij viti, bashkë me raportin final, rezultatet, problematikat, përdorimi i fondeve, eficienca, efektiviteti, gjithashtu dhe ndikimi social, ekonomik dhe në se si janë arritur indikatorët e programit në momentin e programimit. Ky aktivitet është financuar nga asistenca teknike e programit IPAR 3 dhe e gjithë procedura është ndjekur me procedurat e prokurimit në përputhje me Prague Rules ose rregullat e prokurimit të Bashkimit Evropian. Është miratuar APTA dhe është bërë me procedurë të shkruar. Disa nga anëtarët e këtij komiteti na kanë dhënë miratimin edhe kontributin e tyre për miratimin dhe vijimin me këtë proces. Janë finalizuar termat e referencës nga autoriteti menaxhues që janë konsultuar me DG Agrin dhe ka pasur një asistencë shumë të mirë që ne ta realizonim në kohë këtë proces. Është përgatitur dosja tender, është përfunduar procedura e prokurimit dhe është nënshkruar kontrata në 28 prill 2025. Është vlera e kontratës 96.500 euro, është kontraktuar subjekti Vakakis and Associates dhe disa nga ekspertët janë edhe ftuar të marrin pjesë edhe në këtë komitet, ku aktualisht është finalizuar raporti fillestar dhe është procesi i verifikimit në terren sipas metodologjisë të miratuar dhe në përputhje me kërkesat dhe rregullat për zbatimin e programit. Parashikojmë të finalizohet i gjithë procesi bashkë me dërgimin e raportit përfundimtar që do të dërgohet në Bruksel dhe përmenda është një nga ato kriteret që lidhet me closure të programit bashkë me raportet vjetore të zbatimit, gjithashtu dhe me pjesën financiare të mbylljes së llogarive. Kemi një kalendar, pra në nëntor parashikojmë të dërgojmë raportin që të jetë subjekt rishikimi nga Komisioni Evropian, por gjithashtu në takimin ton të radhës do ta keni raportin për komente dhe miratim edhe nga Komiteti i Monitorimit, pasi është kriter që të përcillet nëpërmjet Komitetit të Monitorimit të programit. Aktualisht mase nga grupet e fermerëve nga shoqatat do shikoni që do jenë me vizita në projekte dhe me diskutime në focus grupe sipas metodologjisë bashkë me anketat e grupeve të interesit dhe të gjitha rezultatet përfshin një raport të qartë, transparent, të përmirësohet efektiviteti, gjithashtu të adresojmë dhe problematikat e hasura gjatë zbatimit të programit IPAR 2 dhe këtu dua ta theksoj në kuptimin e politikbërjes dhe në kuptimin e kritereve të programit. Pra nëse ka pasur kritere apo çështje që nuk mund të adresoheshin ose të përputheshin totalisht me sektorin, tashme do ta kemi në një raport të vlerësuar nga ekspertët, bazuar në metodologjinë e miratuar nga komisioni, dhe këto rezultate do shikojmë për t'i adresuar në programin IPAR 3 nëpërmjet procedurës modifikimeve të programit nëse do ketë nevojë për përmirësime apo të ndryshimit të çështjeve të caktuara që lidhen me investimet në ferma, në agropërpunim, në diversifikim, po gjithashtu nëse mund të ndikojnë edhe për masat e reja. Në përfundim të këtij prezantimi, të gjithë anëtarëve të komitetit është dërguar një pyetësor. Ju lutem do ta vlerësonim shumë kontributin tuaj për anketimin, për feedbackun, çfarë do lloj propozimi që ju keni që ndihmojnë këtë proces me një afat deri në 30 qershor, që mund se jeni një nga komponentët më të rëndësishëm për të adresuar problematikat dhe që të krahasohet edhe me terrenin, me fermerët, me grupet e tjera politik bërëse apo rekomanduese të programeve. Eta pak shpejt, se di me përkthimin kapëm do të ritmin, por Zigo do të shtoj diçka në lidhje me këtë. Thank you, Eranda, for your presentation on Exposed. Just coming back to question raised by Mrs. Ili,
before what are our expectations on ex post evaluation. This is a formal procedure which is applied on all IPARD beneficiary countries to assess how efficient IPARD 2 program was. And based on this evaluation, which will be available by November this year, we expect that IPARD 3 program in Albania will also be amended where required, meaning specifically it could affect measure implementation and also maybe assessment. However, it to be seen based on assessment carried out by experts. Therefore, I also would like to invite you to participate actively, either in this survey or any other activities which are carried out as part of this ex post evaluation, because you will take part in improvement also of IPARD 3 in such way. Thank you. Faleminderit shumë Ziko, edhe për suportin gjatë këtij procesi, edhe për kontributin. Pyetje, po, profesor Kapaj. Përshëndetje të gjithëve, Ilir Kapaj, Universiteti Bujqësor i Tiranës. Kam një pyetje ndoshta më tepër teknike, nga pikpamja e metodologjisë, Eranda, nuk e di, e keni informacionin apo jo. Kontraktori do ta bëjë me sampling analizën apo do të aksesojë të gjithë ata që kanë përfituar nga IPARD 2-shi, për të marrë feedbackun e tyre në kuadër të ex post analysis. Sepse duke parë numrin, ndoshta do të ishte më mirë që të aksesonte të gjithë për të marrë feedbackun se cili ka qenë impakti i IPARD-it. Duke parë numrin e atyre që kanë përfituar, se sa ta bënë me sampling. Pra e ke feedbackun më të saktë pastaj. Ky është një sugjerim, nuk e di si është në termat e referencës apo në kontratë, nuk e kam idën, po thjesht një sugjerim e kam. Faleminderit profesor për sugjerimin dhe komentet tuaja. Për të sqaruar metodologjinë mbi të cilën po punohet për vlerësimin, ka vlerësime on desk, pra vlerësim të gjithë projekteve në nivel indikatorësh dhe realizimi i indikatorës sipas masave dhe projekt fishave të programit. Ka dhe focus grupe dhe takime në qarqe që ka marrë më shumë mbështetje financiare, si dhe vizita në për subjekte. Përzgjedhja e subjekteve është bërë direkt nga ekspertët dhe nëse doni edhe më shumë informacion, i kemi ftuar në këtë takim, pikërisht edhe për të dhënë një kontribut edhe një informacion më transparent dhe më të detajuar në kuptimin edhe teknik, sa e kuptoj edhe që është fusha juaj e studimit apo analizave të thelluar për matjen e impaktit të projekteve. Yes, only two words, just to explain. Well, we are going to use a combination of methodologies, as these have been used in the past for many EU member states, and also for evaluations implemented at the EU level for DG Agri. So we are going to use data from all beneficiaries, covering all beneficiaries, and this will be, with this data, we will conduct our quantitative methodology, regarding data. And we will also implement more qualitative methodology, and that's why we're going to visit 4 representative regions of the country with a good sample of beneficiaries and rejected applicants. This is the scope, to discuss also with beneficiaries and rejected applicants to understand what went well, but also why the rejected applicants were not successful, what problems they faced, and how we can support them in terms of capacity building or administrative, simplifying administrative procedures. So this is the use of more than one methodologies, including desk research and this online survey that we invite all stakeholders to participate. Thank you. Faleminderit. Pyetje, komente të tjera? Kemi dhe një prezantim të... Evelina, po. Okej, shumë shkurt. Eranda, faleminderit për prezantimin. Mua më pëlqeu shumë prezantimi që bëre në lidhje me vizita në teren në përfituesit. Sepse solli një panoram shumë të gjerë me tregues, ishte një prezantim shumë informues, edhe faleminderit për këtë.
Në lidhje me prezantimin që bëre për masat që lidhen me programin IPAR 3, unë do doja të përgëzoja shumë për vëmendjen dhe interesin që po shikoj nga ana e Ministrisë në lidhje me një nga masat e veçanta, qasja lider. Në fakt, meqense Rjeti është shumë i angazhuar në zbatimin e kësaj qasje, unë konstatoj se më parë nuk është parë një vëmendje e tillë, kështu që kjo është për të vlerësuar dhe gjithashtu e kam theksuar dhe herë tjetër që është një nga masat e vetme në gjithë në programin e zhvillimit bujqësor që vëmendjen, fokusin nuk e ka të rendimentit bujqësor apo të sektoret e tjerë që janë po aq të rëndësishëm, por e ka vëmendjen tek njerëzit e banorët që jetojnë në zonat rurale. Dhe një nga sfidat që të paktën u fol nga disa nga të pranishmit këtu është problemi i burimeve njerëzore për të mirëmbajtur aktivitetet ekonomike. Ne flasim vetëm për aktivitetet ekonomike, por gjithashtu është e gjithë jeta sociale, komunitare e zonave rurale. Mendoj që programi IPAR 3 duhet të shënojë një gur kilometrik në lidhje me mbështetjen e kësaj qasje për herë të parë në Shqipëri. Është kaq e nevojshme, gjithë përvoja evropiane më shumë se 30 vjeçare në zbatimin e qasjes lider e dëshmon se sa e nevojshme është, pavarësisht diskutimeve të mëdha rreth burokracive dhe të tjera, ne nuk e kemi provuar ende. Kemi pasur disa valë në krijimin e grupeve vendore veprimi, mbështetjes së strategjive të tyre, por asnjëherë nuk ka pasur një mbështetje të qëndrueshme që të gjitha këto përpjekje të jenë të qëndrueshme në afatgjat. 6 grupet vendore të veprimit të regjistruara në ministri mendoj që janë një tregues shumë i mirë për të ofruar këtë mbështetjen e munguar, edhe këtë historinë e qasjes lider në Shqipëri që unë do ta quaja një histori shprese dhe mundësive të humbura. Mendoj që IPAR ka mundësi që të shënojë një kthes. Gjithashtu u fol shumë për agriturizmin, u fol shumë edhe për programin e qeverisë në lidhje me paketën e maleve, instrumente kaq shumë të nevojshëm për t'i dhënë zonave rurale një mundësi për të rivitalizuar edhe për të pasur gjallëri. Mendoj që qasja lider është një nga politikat e tjera publike që ka mundësinë për t'i fuqizuar dhe këto instrumentet e tjera, agriturizmin, apo edhe paketën e maleve dhe çdo instrument tjetër që synon të mbështesë zhvillimin e zonave rurale. Pra, është një instrument i nevojshëm edhe vërtet do doja vërtet të shikoja që kemi mundësinë që të bëjmë një kthes në mbështetjen e qëndrueshme. Kështu që shumë faleminderit, edhe konsideroni mbështetjen që mund të ofrojmë gjithmonë në çfarëdo lloj aspekti që do duhet për të parë progres në zbatimin e kësaj qasje. Faleminderit, është e mirëpritur edhe suporti nga Rjeti Rural. Do vijojmë më tej me qasjen lider dhe me masat e reja, kështu do kemi komunikime, gjithashtu ju ftojmë edhe për qasje proaktive, që të kemi edhe më shumë grupe lokale veprimi të krijuara dhe për të vijuar më tej me aktivitetet që ne planifikojmë të bëjmë nëpërmjet asistencës teknike të programit IPAR 3. Dhe i fundit është prezantimi i asistencës teknike për vitin 2025, që lidhet me masën e asistencës teknike nga programi IPAR 2, për mbylljen e gjitha aktiviteteve, si dhe planin që kemi mbi përdorimin e asistencës teknike të programit IPAR 3 për të mbuluar nevojat, po kryesisht për akreditimin e masave të reja dhe nevojën që kemi për financim. Plani kombëtar APTA i miratuar nga komiteti në 2024 me procedurë të shkruar, kemi mundur të organizojnë takimet e komiteteve të monitorimit, sesionin informues për ndërgjegjësimin e përfituesve që përmenda. Se dia arrini ta shikoni, po këtu janë aktivitetet të cilat janë miratuar dhe financuar nga asistenca teknike për vitin 2024, ku kemi pasur një mbështetje totale për të gjithë masën e asistencës teknike, pra fondet e përdorura me 9 aktivitete, 154.830 euro, ose 98% e buxhetit të rishikuar të kësaj mase, pasi buxheti është rialokuar më përpara sipas nevojave të programit.
Aktivitetet e realizuara nga kjo mas për IPAR 3, siç e përmenda, është miratuar apta dhe është financuar pikërisht vlerësimi ex post dhe kontraktimi i ekspertëve për të kryer vlerësimin ex post si një nga detyrimet ligjore që ne kemi për përmbylljen e programit IPAR 2 dhe impaktin e këtij programi në sektorin e bujqësisë. Këto janë buxhetet, vlera e kontratës që është bërë sipas rregullave të prag, sipas versionit të fundit në fuqi dhe jemi në vijim të procedurës deri në rimbursimin brenda fundit të vitit. Planifikojmë që nëpërmjet masës së asistencës teknike të IPAR 3 të kemi një apta të re, të cilat do ja përcjellim për gjithë nevojat që ka në akreditimin e programit IPAR 3, si dhe mbështetjen e sektorit për të përthithur dhe të financuar të gjithë nevojat që ka. Siç dihet procedura, kalon nëpërmjet antarëve të komitetit për miratim dhe më pas vijon zbatimi nga autoriteti menaxhues si strukturë dedikuar për zbatimin e asistencës teknike. Me këtë prezantim përmbyllim agjendën e ditës së sotme, por njëkohësisht jemi në pikën e agjendës që secili mund të ngrejë çdo çështje që e konsideron me rëndësi. Zigo, dëshiron të shprehti? Yeah, thank you, Aranda. Just a comment concerning technical assistance. Specifics of IPARD program is that while other measures are not available at this moment because they are not entrusted, measure on technical assistance is in principle available for IPARD authorities. And on our side, we invite to use it as much as possible because what is important, it is important to mobilize all the resources either from the side of national IPARD authorities or from the side of stakeholders to have a common understanding on rules and procedures on IPARD 3 even before the first call will be launched. And what is opportunity to do under technical assistance measure is to organize promotion campaigns, workshops with stakeholders where you can raise open questions and issues which you have identified, for example, in implementation of IPARD 2, as well as IPARD authorities can inform you about procedures that will be in place under IPARD 3 so that you would be on the same page right before IPARD implementation will practically start. Because as it was raised already, the time will not be as much as you would like to have. Therefore, it is important to avoid any issues, unnecessary delays that would delay, let's say, successful, hopefully successful implementation of IPARD 3 program. So what I would definitely advise is to come forward with all questions, all issues you have. Please send to IPARD authorities so that they can prepare. And yeah, we hope very much that you will have such meetings either here in Tirana or I would say even more preferentially it would be in each region to cover as many people as possible. Because what is the most important is to avoid similar experiences under IPARD 2. And in fact, now with all the activities and measures taken by national authorities, it is expected that you will be the best because you have learned from your mistakes and you have built capacity in IPARD authorities. But what is important also is to have a common understanding on rules and procedures. And what is important also to mention is that IPARD is exceptional instrument, EU assistance, because it is implemented very much in the same rules as EU fund, similar EU fund, which is available to EU member states. Therefore, all requirements, all documents you have to prepare here, the same approach is also used for EU member states. And through this fund, you get also prepared for accession because once you will become EU member state, it will be much easier for you also to use measures available under this similar EU fund, which will guarantee also more successful results right from the very beginning. Thank you. Faleminderit Zigo
për inkurajimin në këtë proces. Kemi pyetje, komente? Atëherë po ja jap fjalën ministres për përmbylljen edhe çështje që si konkluzione të këtij takimi të ditës së sotme. Shumë faleminderit, unë mendoj që ka qenë një ditë produktive. Ju falenderoj gjithëve, jo vetëm për pjesëmarrjen, por edhe për diskutimet. Dhe besoj dhe shpresoj që sfidat që kemi përpara, jo vetëm që mund t'i ndajmë, por mund t'i zgjidhim së bashku. Dhe ky format me të gjithë aktorët, si nga biznesi, shoqatat e biznesit, ministritë respektive, përfaqësuesit të gjithë donatorëve, ato që janë prezent këtu, por jo vetëm, sepse edhe me Elisën kemi një bashkëpunim shumë të mirë në Donor Coordination Meeting dhe kemi një mbështetje të vijueshme për projektet të reja. Por në veçanti edhe DG Agrin dhe gjithë ekipin për gjithë mbështetjen e këtyre muajve, 2 viteve të shkuara, për të pasur një proces të rëndësishëm të zhvillimit të bujqësisë për 2030, që është objektivi ynë i përbashkët për një Shqipëri dhe bujqësi moderne, të mirë organizuar, të mirë financuar, por edhe me rendimente sipas të gjithë nevojave që ka sot tregu ndërkombëtar. Unë shpresoj që biseda si kjo e sotmja të vijojnë, dhe jo vetëm në këtë format të komitetit të monitorimit të IPARD-it, por siç e thash, shpresoj dhe besoj që javës tjetër ne do të çojmë një ftesë për takimin e grupeve të bashkimit dhe çështje tjera diskutimit dhe e mbajmë këtë të paktën një herë në 3 muaj si një frym bashkëpunimi permanent. Edhe një herë shumë faleminderit dhe ju ftoj që të kemi pak minuta në pjesën e hallit dhe për të konsumuar dhe informalisht çështje tjera që ngelën të pazaurora. Frank, diçka? No, not really, Minister, but just to thank you all, Iranda and all the other colleagues from the IPAR authorities for the organization of the committee. I would also like to thank the interpreters because I think I learned one Albanian word, falinderit, I think it is, but that's as far as I can go in Albanian. But especially I think what was very good today, I think, is that you spoke up a lot. And this is exactly the purpose of a monitoring committee, that you bring issues to the table, that we discuss and we try to find solutions and progress. And I hope that on the next occasions we can have even better and more interaction, because I think this is exactly the role of the monitoring committee, to try to look, not to hide, but to try and to discuss and solve issues if there are, and there are surely some. So thank you very much for your active participation, and I hope very soon that we will be discussing also more pleasant circumstances. Thank you very much.